Ka momente në Big Brother Kosova kur muzika bëhet më e fortë se fjalët, kur trupi flet më shumë se strategjia dhe kur një kërcim i thjesht kthehet në ngjarje që lë gjurmë. Një natë e tillë ishte ajo kur Arditi dhe Dolce u gjendën në mes të sallonit, në dritat e ngrohta, me ritmin që u futej në lëkurë dhe me sytë e gjithë shtëpisë të ngulur mbi ta. Nuk ishte thjesht një kërcim. Ishte një dialog pa zë. Muzika orientale e përzierë me beat modern krijonte një atmosferë të dendur, gati elektrike. Banorët e tjerë fillimisht e morën si një lojë, si një argëtim të zakonshëm të mbrëmjes, por shumë shpejt e kuptuan se mes Arditit dhe Dolces po ndodhte diçka më shumë. Ata lëviznin pranë njëri tjetrit me një siguri të çuditshme, sikur prej kohësh e kishin pritur këtë moment. Duart rrëshisnin lehtë mbi shpatulla, mbi krah, në një afërsi që nuk ishte e rastësishme. Çdo hap i tyre duke i sinkronizuar, çdo rrotullim i llogaritur, dhe megjithatë gjithçka dukej spontane. Shikimet ishin ato që flisnin më fort. Dolce buzëqeshte me atë buzëqeshjen e saj gjysmë provokuese, ndërsa Arditi e ndiqte ritmin me një vetbesim që nuk e kishte treguar më parë. Në atë çast ai nuk ishte thjesht një banor i lojës, ishte protagonisti i një skene që po shkruhej para syve të të gjithëve. Banorët e tjerë reaguan në mënyra të ndryshme. Disa duart trokitën, duke e marrë situatën si spektakël. Të tjerë shkëmbyen shikime domethënëse, sikur po kuptonin nën tekstin e asaj afërsie. Dikush hodhi batuta, dikush tjetër u mbyll në heshtje. Por askush nuk mbeti indiferent. Për limitin që prej ditësh përflitej për raportin e tij me Dolcen, ky kërcim u duk si një sfidë e hapur. Fytyra e tij u errësua për disa sekonda, pastaj u përpoq ta maskonte me një buzëqeshje të sforcuar. Loja e ndjenjave brenda shtëpisë po merrte një kthes të re dhe ky moment e vuloste. Produksioni e kuptoi menjëherë potencialin televiziv të skenës. Kamera u afrua, muzika u ngrit pak më shumë, dritat u zbutën. Ishte një tablo e pastër. Reality, dy njerëz që komunikonin përmes lëvizjes, një shtëpi që vëzhgonte dhe një publik jashtë që interpretonte çdo detaj. Por përtej spektaklit, ky kërcim ngriti shumë pikpyetje. A ishte thjesht argëtim? Një provokim i vetëdijshëm? Apo një ndjenjë që po kërkonte rrugë për t'u shprehur? Në Big Brother kufiri mes këtyre gjërave është gjithmonë i mjegull. Kur muzika mbaroi, ata nuk u larguan menjëherë. Qëndruan për disa sekonda përballë njëri tjetrit, të dy pak të skuqur, pak të hutuar, sikur sapo kishin dalë nga një botë paralele. Banorët shpërthyen në komente, në të qeshura, në ngacmime. U dogj parketi sonte, tha dikush me humor. Tjetër nivel, shtoi një tjetër. Por nën të qeshurat fshihej një e vërtet, dinamika e shtëpisë kishte ndryshuar. Raporti i Ardit, Dolce nuk ishte më thjesht miqësi e lehtë. Tashmë ishte një histori që do të analizohej, do të gjykohej, do të përdorej në debate dhe nominime. Atë natë, shumë kush fjeti vonë. Disa duke folur për kërcimin, disa duke u